Plot gazje ho, tek djali shpejt fluturo. Qa ka zemra se thot goja hej more hej, si ti them ati të dua hej. Qa ka zemra se thot goja hej more hej, si ti them ati të dua hej. Ja nuk e di as vet. Të lutem këng, apo mja thu, se me që shpirt unë jam dashuru. Të lutem këng, apo mja thu, i thuaj se një vajz fort të don, një vajz fort të don. Wow, fantastike, kjo ishte Evelin Mukaj për të gjithë ata që nga shtëpia u është rëngjethur mishin nga kjo këngë. Mirë mëngjes, mirë se vjen. Faleminderit. Mund ta lësh mikrofonin tani se performove, se Evelini është një yll në rritje dhe nuk ka gëzim më të madh për ne se sa të duartrokasim, të mirëpresim në këtë studio. Ata fëmijë që janë kaq të talentuar dhe që prindrit i mbështesin gjithmonë me shumë dashuri. Veç ta shikoni këtë studio se gjithmonë teksa ka një talent të ulur në këtë divan, janë prindrit rrotull që më shumë emocion kanë ata se sa vetë fëmijët. Evelin, po ke shumë vetë besim. Ja dregu pak më shumë për veten tënde. Sa vjeç je? Kush të shtyu drejt muzikës? Unë jam 9 vjeqe. 9 vjeqe, po. Unë kam filluar të këndoj që në kopsht, por nuk është që ja kam vendosur shumë qëllimin këngës, por drejt që kam filluar të këndoj mirë, është që kam qenë 6 vjeqe, kur kam hyrë në klasë të parë. Qendra kulturore Kujti Malia erdhi në shkollën tonë dhe për zgjolli ka fëmijë që ka talent dhe na çonin tek një festival ata që kalonin sfidën dhe atje ajo quhet Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë. Dhe atje nëse kalon fazat, mbërritin finale dhe unë shkova në finale dhe mora një çmim. Fantastike, nga Shkodra po, me talent po, unë besoj që ti shumë shpejt shkon në Eurovision. Se duket sikur është për Shkodra Vision këto vitet e fundit. Duket sikur Eurovisioni, kur të fitohet nga Shqipëria, do bëhet në Shkodër. E vërtet pak për sigur, në Baqallëk. Evelin, se zgjodhe këtë këngën për ne një herë? Se nuk na erdhe me një këngë shkodrane? Pyetje. Ti besoj ti dhe këngë shkodrane, apo jo? Babi, mami, ti kanë mësuar apo akoma? Se ti e vogël akoma s'ke ndërtuar një repertor. Kjo do vite, do ko, avash. Po ndoj këngë shkodrane di Bujar Qamili për shembull? Ta këndoj ndonjë këngë shkodrana. Po, në qoftë se ti di... Na e trego. Neve do na lumturoje shumë, e di pse? Sepse dhe unë jam nga Shkodra. Si thua, do na këndosh një këngë shkodrane? Ke ndonjë këngë që ke kështu në majtë gishtave?
Do ta mendosh. E di unë çfarë do bëj për në Evelin. Për ata që nuk e din, Evelin bën edhe bejte. Po. Bën bejte. Si mund ishte ndryshe? Wow. Dhe dim që bejtet dhe bejtegjint është një formë akti shumë e bukur ku fjala bashkohet në formën më të mirë për të përcjellë një mesazh. Do na bësh një bejte sot? Jemi gati? Jemi gati. Evelin, për publikun e Mesdritës, ka një bejte. Faleminderit që më keni ftua për me folën sot për vedin, bash bën mirë që jeni kujtua se krejt jam të një lezetin. Unë sot vedin jam të lëvdua, se qa di dhe mek me ba. Shumë njëri din me knua, edhe prap kanë me të pa gja. Por që fati gjithmonë ka njek, që 6 vjeqe kam marrën qmim. Kam këndu e kam lodru, kam spikat në interpretit. Vit mas vitim ka njek suksesi, e kam dzirë shpin jashtë kontroli, se 7 vjeqe sa po bana më kanë përzgjedh të X-Faktorit. Faleminderit shumë prej jush, mori dashur Vision Plus. Si na aftoni e respektoni, ne fëmijëve na dëgjoni, se ne jemi lezeti jetës, bashkë për balli dalin të vërtetës. As një fëmijë mos pas mos pas lendime, pas veç faqë shëndet e gëzime. Zoti i madh i rujt të tanë, në tanë botën anë mban. O Zoti i madh i rujt të tanë, në tanë botën anë mban. Ishte më bukur. Edhe më pëlqen shumë kjo shkodranishe. Kërkoju prindërve që ti për asnjë arsye në botë mos e ndrosh të folmen tënde. Të flasësh gjithmonë si shkodrane. Sepse nuk do të pengoj asnjëherë që të bësh një artiste e madhe, që premisat i ke të larta. Do të bëj një pyetje, se përmende kompeticionin muzikor, patentën ndërkombëtare. Po pse të kanë quajtur ty vajza binjake Oriola Marashit? Se mendonin ata se unë mendoj se ata gjithmonë në X-Factor më thoshin se ti ngjan me Oriolën, sepse se di. Po Oriola, çfarë ka thënë ajo vetë? Ajo thotë gjithmonë, ke gjam. Evelin, kur ti bën bejte, ne na fton drejt Shkodrës. Edhe unë jam kureshtare. Pse duhet vim në Shkodër? Çfarë është e bukur në Shkodër? Hajde. Në Shkodër është e bukur sa atje ka venet bukra, bëjnë festat bukra. A shumë bukur se kënaqesh me Shkodran, të fol. Tu fol. Tu knaq. Ja pra, a janë fëmijët ambasadorët më të mirë të turizmit, nuk ka të dytë. Çfarë tjetër? Ja erdha unë Shkodër, çdo bëj unë Shkodër. Më trego ti. Kënon interpret. Interpretor, sa them unë aty, nuk di të këndoj. Unë këndoj të dua të pi ndonjë kafe të mirë. Po dua të bëj një xhiro, ku ta bëj një xhiro në Shkodër? Pedonale. Pedonale. Duhet vishen bukur si vishen. Kam parë që vishen shumë bukur shkodranet. Shumë bukur. Si duhet zemra tu. Evelin. Më fton të vi. Po e more ftesën, Alma, mos e imponot. Faleminderit që po do të shkoj me të. E ke marrë ftesën këtu e 3 vite më përpara. Do të shkoj me Evelin, po, se kolegu është nga Shkodra se më ftoj një herë me thënë vërtetën, po s'ka gjë. E beson ti? E beson këtë? Po. E beson, shumë mirë. Evelin, çfarë do thotë mami dhe babi një merak që ata kanë gjithmonë për ty? Sa herë ti ngjitesh në skenë, sa herë këndon, sa herë konkuron, nga bilbilat e skenat më të mëdha. Çfarë të kanë thënë? Që mos me pas emocione, nëse ke emocione mi thonë vedi që ti mund është mi adal, edhe me kënu në skenë, në fakt, i thëmë për herë vedit para se me shku të veni, se më vjen naturisht vetë, edhe me pas emocione, i thëmë knaqo aty se ashtë i diçka shumë e bukur, që ka me të nejtë me në tanë jetën, thëtë mama. Edhe në qofë të do stonosh, nuk ka asë një problem, apo të shkau pak një notë, nuk ka problem, se fundja kujtim betet aji. Dhe mësojmë nga këto nota që nga njëherë në rëshkas. Mirë. Evelin, unë jam shumë kureshtare. A keti një këngëtare, apo këngëtar të preferuar nga këta emrat e mëdhenj të famshëm, që do të këndosh me të? Me këtë do të ndash skenën? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, sa mirë që s'ndejt e parë në Shqipërias. Jennifer Lopez, pëlqen Jennifer Lopez, po nga këta tanët, nga këta të Shqipëris, kush është një emër që... Anjeza.
Anjeza, këtë këngë si kënove. Anjeza Shahini. Anjeza Shahini. Anjeza Shahini, si mund të ishte Wow, zgjedhje shumë interesante. E diti që Anjeza është shqiptarja që na përfaqësoi për herë të parë në Eurovision? Ajo është shqiptarja që përfaqësoi Shqipërinë për herë të parë. Ti, kur të rritësh si shkodrane që je, Alisi nga Shkodra, Shkodra Elektronike nga Shkodra, Luizelli nga Shkodra, Frederik Ndoci nga Shkodra, Elhajda Dani nga Shkodra, e shumë shkodranë të tjerë që na kanë përfaqësuar në Eurovision, a mendojnë që një ditë edhe ti të shkosh në Eurovision? Po. Kam shumë dëshirë me shku. Ne jemi shumë optimist. Sa atje ka shumë njerëz e kam qef me i vjellë tonë zemrat e publikët. Mi vjedhë zemrat e publikut. Dhe ti sa vjeç ishe thamë? 9. 9. Kur të bësh sa vjeç mendon të shkosh festival? 17, 18? Apo pak më rritur? Pak, kishe dhe është me kënë të ata dritën veç me shku një skeng që të Pra, me ti po thua që interpretu do të shkosh tek Junior Eurovision. Do të shkosh tek ai i madhi. Po. Shishi. Po mune me hira atje në Shkodër nëse munem. Nëse mundesh, si jo. Evelin, kush të shoqëron ty sa herë që ti ke një aktivitet, duhet këndosh? Kush nga prindrit? Mami edhe babi. Mami, i lën të gjitha punët e tyre dhe vinë me ty? Po. U thua ati shpesh herë që duhet shkojmë tu, duhet shkojmë aty, çfarë ton ata? Të ndjekin? Po, kur duhet me shku dikun, duhet me shku tash edhe flasim makinë, dhe me thonë, nëse kam një këngë, ta në kojnë e një tanë rrugës, edhe mama më thotë do këshilla që mos me pas emocione, rilishëm, se i kja dhe në televizor, rrim për jetë në televizor, e shë vetin e Mos e vrim knaqesh. mendjen knaqu, këndojnë prindrit me ty në makinë? Këndojnë prindrit me ty në makinë? Po. Këndojnë, a? Edhe kush ka më shumë talent nga ata të dy? Në këngë, kush e ka zërin më të bukur, mami apo babi? Mami. Mami. Mirë, nuk na mërzitet babi. Që nga në vajzat në familje. Mirë, po me mamin këndon në për shtëpi? Po, Apo nuk këndoni aq? po, këndojmë. Cilat këngë këndon? Ti me jesi një gëngjek. Na këndo. Ti me jesi një gëngje e bukur lullzimin. Ti me jesi një gëngje e bukur lullzimit. Nuk të gjinde qoqa veç në kopshtin tim. Nuk të gjinde qoqa veç në kopshtin tim. A morë Shkodra nëse s'ne kështë kënduar në herë të këngën ti? Po, besa dy, nuk është këngë shkodrane, nuk është këngë shkodrane. Asë një këngë shkodrane s'na këndove. Hajde. Dhe i këngë Bujar Qamilit? I qanë shpirtit e Bujar Qamili. Se është edhe orarit besoj që bën shëtitjen. O, babi, cile këngë shkodrane këndoni në shtëpi ju? Na kujtoti ndonjë, s'di gjë, nuk di që, nuk di që. A të kujton ndonjë këngë? Sa s'mua s'po kujtohet, duke se ti ngecur vetëm ti, ka ngecur dhe unë. Tre përfaqësues nga Shkodra këtu. Edhe mos na thoni një këngë shkodrane tani. Lulebor. Unë do vi në fundjavë, do vi të këty. E di e Lulebor? Ea, lulebor, se me ty do thur kuror. Ea, lulebor, se me ty do thur kuror. Bravo. Fantastike. Evelin, ne të kemi shumë për zemër dhe urojmë shumë që ti marrësh më të mirën kësaj përvoje dhe jemi shumë të lumtur që prindrit e tu kanë ditur të ndjekin ëndrrën tënde këmbë këmbës. Përpara se të përshëndetemi edhe ne të shkojmë në hapësirë publicitare, çfarë i thua shokëve dhe shoqeve, moshatarëve të tu në lidhje me ëndrat e tyre? Por ma thuaj në shkodranisht, jo në gjuhë letrare. Mirë? Si qesh. Çfarë këshillë? Që ata të punojnë, nëse dojnë me boj diçka, me mri diçka që e kon talent, duhet me punu e me dalë mirë. Të lumë të ajo gojë. Shkëlqefsh dhe mbërrit shmajat. Urojmë shumë të shojmë edhe në Eurovision dhe për të. Dhe me Jennifer Lopez dhe Skenci që të rojmë. Dhe pastaj me Anjeza Shahinin. Ne të dy do jemi gjithmonë duke të duartrokitur. Shumë dashuri për Evelin dhe gjithë fëmijët që ka një dritë kaq të bukur dhe nga çdo cep i Shqipërisë janë këtu për të realizuar ëndrrën e tyre. Shkojmë së bashku një shkëputje, kthehemi vetëm pas pak, ju mos u largoni.